Në vend që të përfundonte në tryezat e qytetarëve, 355 ton ushqim vitin e kaluar përfundoi në deponi dhe u shkatrua si i pasigurt. Mish, qumësht, peshk, vezë, pije të pasigurta. Tonelata u zbuluan gjatë kontrolleve të tregut të brendshëm, por edhe gjatë importit nga inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Shuma totale e gjobave të shqiptuara është 618.000 euro. Nga AUV thonë se mbikëqyrjet inspektuese janë kryer mbi bazën e vlerësimit të rrezikut, objektet me rrezik më të lartë janë kontrolluar më shpesh. Odземена и нещото уништено беше небезбедна храна и тоа месо и месни производи, млеко и млечни производи, јаткасти плодови, јајца, риба, кондиторски производи и алкохолни и безалкохолни пијалоци во вкупна количина 355.377 килограми. Вкупната сума на изречени парични казни во 2025 година изнесува 618.000 евра во денарска противвредност. Vetëm në qarkullimin e brendshëm, gjatë 47.200 kontrolleve, inspektorët kanë lëshuar 5.406 vendime, kanë shqiptuar 1.073 urdhër pagesa për kundërvajtje, si dhe janë shqiptuar 10 kallëzime për kundërvajtje dhe 8 kallëzime penale. Janë kryer edhe 78.016 kontrolle të dërgesave të importit dhe transitit, me ushqim me preardhje shtazore dhe joshtazore, materiale që vinë në kontakt me ushqimin, ushqim për kafsh dhe kafsh të gjalla. Како небезбедни уништени беа 8 пратки со храна од неживотинско потекло во количина од 69.785 килограми, а една пратка беше вратена во земјата извозник. Како небезбедни во рамки на овие контроли, уништени беа и 3 пратки со храна од животинско потекло во вкупна количина од 22.061 килограм. Во истиот временски период, како небезбедни вратени беа 16 пратки со храна од животинско потекло. Në total, vitin e kaluar janë realizuar 125.000 kontrolle inspektuese, të cilat kanë përfshirë të gjithë zinxhirin, tregun e brendshëm, prodhimin, shpërndarjen, objektet hotelerike si dhe importin dhe eksportin.